Ne në aleancë kemi pa të rëndësishme që sot më ju drejtu qytetarëve të Kosovës përmes jush, për shkak se situata politike, kushtetuese edhe gjithë bashkë në Kosovë kanë rrinë një moment i cili mundet me qenë ndër më kritikët në historinë e Kosovës. Ajo që po shohim sot është një uzurpim total i pushtetit në Kosovë. Sot Kosova nuk ka president, nuk ka as ushtrues detyre president. Kosova nuk ka kryetar kuvendi, nuk ka as nën-kryetar kuvendi. Kosova nuk ka kryeministër legal, as kryeministër në detyrë legal. Nuk ka as ministra legal, e ka vetëm një person i cili e ka uzurpu pushtetin në Kosovë. Asnjëherë, asnjërit prej nesh nuk na ke shku mendja që Kosova mundet në ardhën këtë ditë. Po si kemi ardhë, duhet me ju shpjegu në kronologji. Ju kujtohet viti 2025, 9 shkurti, kur janë shpallë zgjedhjet e rregullta atëherë, ju kujtohet rezultati zgjedhor dhe ju kujtohet maskarallëku disa muajsh me zvarritje të procesit të krijimit të institucioneve, me 50 votime jo legale për kryetar të kuvendit, më shumë se 50. Ju kujtohen shkeljet e vazhdueshme të kushtetutës me vetdije të plotë. Pra, të një njeriu. Kemi shku në zgjedhjet dhjetorit, cilat zgjedhje ja ka dhënë Vjosa Osmani si presidente, duke shpresuar që e bën presidente edhe një herë, atëherë kur i ka desht, edhe pse i ka marrë përmbi 50% votave, prapë nuk kam rri me i kriju institucion. Ju kujtohet juve të gjithëve që një herë ju ke 86 vota, se nuk kemi aftëshëm 81. Një herë thojke këtë bën e atë zbën, edhe prapë kemë shku në zgjedhje. Si vjetë, zgjedhje e treta për më pak se një vit e gjysmë. Dërsa sot, pa asnjë arsye logjike, pa asnjë arsye shtetformuese, pa asnjë arsye patriotike, prap hynë në krizë institucionale. Unë duhet me thonë që nuk ka emër tjetër kjo situatë, përpos se grushtet i mrendshëm, grushtet i cili nuk realizohet prej farangave ushtarake, po prej njerëzve të cilët në mënyrën ma brutale e shfrytëzojnë legitimitetin e brisht demokratik për me uzurpu institucionet e shtetit. Duhet me thonë që para 2 dite i kom paralajmëruar qytetarët e Kosovës se kjo është ajo që mundet me ndodhë. Për shkak se ne i shohim deklarata, di me i lexu ato, di me i ndëgju, edhe kem kuptu që krejt çka është të bëhet tash. Ky regjim është me provu, me kriju mjegull, edhe me provu me hudh fajin aty ku nuk është, me hudh fajin të partitë politike për mos krijimin e institucioneve edhe me zvarrit prap procesin. Ajo që nuk munden me saktësi me ditë është cili është qëllimi i këtij personi. Pse ja bën kështu vendit vet? Pse ja bën kështu popullit vet? Atij popull që po e voton. Këto nuk muj me e pas qartë, mundemi me spekulu, po një ditë secili prej nesh kemi me e pas qartë, pse dikush ja bën vendit vet këtë që po e bën ky person. Duhet me thonë që ne si aleancë kemi dalë me 6 pika si ofertë për mbështetjen që ne vjarrojmë, ja japim Kosovës, popullit Kosovës. Ato 6 pika nuk kanë nënkuptuar asnjë rast që ne po kërkojmë diçka për vete. E kemi bërë të ditur me 10 herë. Edhe përmes medjave, edhe përmes takimeve me qytetarë. Nuk ka njeri më në Kosovë që nuk e din çka po kërkojmë. Po kërkojmë që Kosova me nënshkru marrëveshjen për gasin e lëngshëm natyral, për gasin amerikan, LNG. Po kërkojmë me hyrë në proces të ndërtimit të kapaciteteve energjetike tona me thëngjell. Po kërkojmë me ngrit pragu i TVSH-s 100.000 euro nga 30.000 euro për me ndihmu 100.000 familje që kanë bizneset vogla të mesme, prej berberve e frizereve e deri te ata që prodhojnë fruta, ajvar, çka do qoftë. Aty në njerëzve mi ndihmu, mi rrit
biznesin, me u rrit standardin e jetesës. Kemi kërku me u liru bujqet prej tatimit në pronë. Vetëm me ju lehtësu mundësin edhe me nëzit prodhimtarin vendore, qoftë të blegtorisë ose edhe të bujqësisë, pemtarisë, breshtarisë, perimtarisë e gjitha tjerave. Kemi kërku që me u përfundu projektet infrastrukturore që janë nisë para ma shumë se 7 vite dhe për shkak se është bareron për qytetarin tonë, edhe nuk shkon java pa na vdek qytetarin ato rrugë. Edhe kemi kërku që të ndahen 200 milion dhe 250 milion euro në vit, por me i kry punë infrastrukturën në Prishtinë, me kry qarkorën, me kry mbi kalimet, nën kalimet, me e zgjidh problemin e trafikut në Prishtinë, që po e bën krye qytetin tonë gati pa jetueshëm. Kjo është çka ka kërkuar Aleanca. Përderisa për asnjënën prej këtyre kërkesave tona për qytetarët e Kosovës, jo për ne, nuk e kemi ndëgju asnjë prej ekzemplarëve të pushtetit, me e thonë asnjë fjalë të vetme. As po, as jo, as do të shohim, asnjë fjalë të vetme. Tashi, më duhet me thonë që gjendja është keq edhe në rrafshe tjera. Ne e dim që sot deputetët vendosjes komunikojnë edhe ankohen që kërkush nuk i pyet kur gjo për vendimet që mirën. Vetëm duhen me shku edhe me ngrit dorën. Ne e dim, ankohen, pastër. Do me thonë, një parti që i ka fitu zgjedhjet, o shëndru në një parti në të cilën nuk ka as debat, as pyetje, as shtjerrim ideve, po ka vetëm njerëz që ngrisin dorën edhe mund vjen keq prej tyre. Na ushton një kohë gjatë që nuk bën me bo pazare politike. Kretë çka po shohim sot është pazar politik. Edhe ato pazar brutal ndën qytetarëve të Kosovës. Përderisa ne kemi nxjerrë këto 6 pika si ofertë tonë, ne e dim që ish kryeministri në detyrë, se tashmë as në detyrë nuk është deputet, ka qenë në një farë simpoziumi në Greqi. Dhe dim, njëta ditë kanë qenë. Që do të thotë, nëse sot kërkon kohë për me gjetë zgjidhje, duhet me ja përkujtu që pas zgjedhjeve të fillim qershorit këtij viti ka gjetë kohë me shku në për konferenca me Papandreun et al. Ne jemi të brengosur seriozisht, ky uzurpim i këtij institucioneve duhet me marrë përgjigje. Ne besojmë që populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës, kanë me ditë me nxjerr vendin e vet për kësaj krize, për shkak se nëse thellohet edhe në tutje, barën e plot të mizerjes edhe të pasigurisë kanë me e barë qytetarët tonë. Ne nuk e kemi në plan asesi në u bo pjesë e këtij maskarallëku, e këtij antipatriotizmi për vendin tonë.